Shpata e diturisë. Jeta dhe trashëgimia e Ali ibn Ebi Talibit radiallahu anhu. Aliu birri i Ebu Talibit lindi në një nga familjet më të ndritura të Mekës, në fisin Benu Hashim. Ishte kushëria afërt i pejgamberit Muhammed a.s. Biri i xhaxhait të tij dhe njëkohësisht personi i parë nga fëmijët që besoi në Islam. Lindi në vitin 600 të erës së on në Qaben e Shenjtë, një ngjarje e rrallë që nuk i kishte ndodhur askujt për ati, që në moshën e vogël u rrit në shtëpinë e pejgamberit Muhammed a.s. Ebu Talibi, babai i tij, ishte i varfër, ndërsa Muhamedi a.s. pas martesës me Hatixhen kishte mundësi ta ndihmonte. Kështu që Aliu u rrit në edukatën dhe kujdesin e të dërguarit të Allahut. Ai pa nga afër karakterin e tij, fjalët, sjelljet dhe përullësinë ndaj krijuesit. U rrit me ndershmëri, dituri dhe besim. Kur Muhamedi a.s. mori shpalljen nga Allahu dhe filloi të ftonte njerëzit në Islam, Aliu radiallahu anhu ishte vetëm 10 vjeç. Pa frikë dhe pa hezitim, ai tha: "Unë dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij." Ai ishte fëmia i parë që përqafoi Islam. Kur pejgamberi thirri familjen e tij të afërt për t'i ftuar në besim, ai u tha se kushdo që do ta ndihmonte në këtë mision do të ishte pasardhësi i tij. Ishte Aliu që u ngrit dhe tha: "Unë do të të ndihmoj, o i dërguari i Allahut." Të gjithë qeshën sepse ai ishte vetëm një djalosh. Por pejgamberi e mori seriozisht që nga ajo ditë Aliu nuk e la asnjëherë vetëm pejgamberin Muhammed a.s. Kur ndodhi migrimi në Medinë, Aliu ishte ai që qëndroi në shtratin e pejgamberit për të habitur Kurejshët, një tërheqje taktike kjo që kishin planifikuar ta vrisnin na. Ai e rrezikoi jetën për të shpëtuar jetën e të dërguarit. Kur Kurejshët hyn në shtëpi dhe pan Aliun, u tronditën. Ai kishte vetëm një qëllim: t'i kthente amanetet e njerëzve që ja kishin lënë Muhamedit a.s. me nder dhe besnikëri. Në Medinë, Aliu u bë shtylla më e fortë e Islamit. Ishte i pari që luftonte në betejë, por dhe i pari që e përkulte kokën në namaz. Në Bedër luftoi me guxim. Në Uhud qëndroi pranë Resulullah sallallahu alaihi wasallam kur të tjerët u tërhoqën. Në Hendek përballoi kampionin e Kurejshëve Amr ibn Abduwed dhe e mposhti. Pejgamberi alayhis salam tha për ta: "Goditja e Aliut në Hendek është më e vlefshme se adhurimi i krejt umetit deri në ditën e gjykimit." Ai ishte dietar i madh, luftëtar i guximshëm dhe njeri i përkushtuar. E njihte Kur'anin në çdo jetë, çdo urdhër dhe ndalesë. Ishte ndër të parët që shkruante pra dhe dinte përmendesh shpallje. Pejgamberi e martoi me bijen e tij më të dashur Fatimen. Ai tha: "Fatimja është pjesë e imja dhe Aliu është prej meje." Martesa e tyre ishte bekuar. Jetonin me pak por me shumë dashuri dhe devotshmëri. Në kjo martesë linden Hasani dhe Huseini, nipat e dashur të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Një herë kur pejgamberi i pa ata duke luajtur mbi shpillën e Aliut gjatë sejdës, tha: "O Ali, ti je prej meje dhe unë jam prej teje." Pas vdekjes së Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, Fatimja, vajza e tij, u pikëllua thellësisht. Ajo qëndroi në shtëpi e heshtur dhe e mbyllur në dhimbjen e saj. Ajo e ndjente më shumë se kushdo mungesën e teatit. Aliu qëndronte pranë saj i heshtur me sy të njomur, duke ndarë dhimbjen. Vetëm 6 muaj pas ndarjes nga jeta e pejgamberit Muhammed alayhis salam, Fatimja ndroi jetë në moshë të re. Varrosja saj u bë natën sipas dëshirës së saj në mënyrë të thjeshtë larg syve të botës. Ishte Aliu që e lau mbështulli dhe varrosi me duart e tij. Qëndroi pranë varrit të saj për një kohë të gjatë me zemrën e thyer. Në atë moment ai tha fjalë që mbeten të përjetshme: "O e dashura ime, o bija të dërguarit të Allahut, ta shpejt u nda." Aliu nuk e harroi kurrë Fatimen, nuk u martua me asnjë tjetër përderisa ajo ishte gjallë. Dhe kujtimi i saj mbeti në zemrën e tij deri në fund të jetës. Pas kalifatit të Omerit dhe vrasjes së Uthmanit, muslimanët e drejtuan vëmendjen tek ai. Fillimisht ai hezitoi, por kur pas Ometi kishte nevojë për udhëheqje, pranoi të jetë kalif. Kalifati i tij u shënua nga trazirat, rebelimet dhe betejat e brendshme. Lufta e Deveve dhe Sifini lan plagë të thella në shoqërinë islame. Në betejën e Nehrawanit ai luftoi kundër havarixhëve që dikur kishin qenë djegësit e tij. Ai paralajmoi i ftoi në pendim, por kur refuzuan u përball me ta. Fitore kishte, por zemra e tij nuk zohej. Ai thoshte: "Unë urrejtë deri xhak muslimani." Ai jetoi me përullësi, hante bukë të thatë, vishej me rroba të arnuara. Njerëzit e pyetën: "O Ali, je kalif, pse nuk ha më mirë?" Ai tha: "Që të mos ketë ndonjë që s'mund ta haj këtë që unë ha." Një natë, ndërsa shkonte për namazin sabahut, u godit me shpatë nga Ibn Muljemi, një havarixh. Ai tha: "Pasha Zotin e Qabes, fitova. Dëshiroj që ta falnin vrasësin nëse penduoj." 2 ditë pas plagës ndërroi jetë. U varros në Nexhef, shehurazi, nga frika e trazirave të mëtejshme. Trashëgimia e Aliut është gjallë. Ai është luftëtar dhe dietar. Pejgamberi tha: "Unë jam qyteti i dijes dhe Aliu është porta e tij." Ai ishte porta që mbajti urtësinë pejgamberike
të hapur për brezat që vinin pas. A ishte besimtar dhe njeri i përkushtuar, por ishte nga shokët e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam që ndiqte Kur'anin dhe Sunetin dhe ndiqte rrugën e drejtë, Siratal Mustaqim, dhe ndante atë edhe me të tjerët.